Franca përmes ministres së jashtme Catherine Colonna bëri thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Gaza, si rruga e vetme për të siguruar lirimin e pengjeve izraelite. Sipas ministres franceze, ndërprerja e luftimeve do të mundësonte kalimin e më shumë ndihmave humanitare për të gjithë popullsinë e Gazës që po vuan pasojat e konfliktit. Po ashtu Colonna thotë se vendosja e armëpushimit duhet të nxjisë palët të shkojnë drejt fillimit të një zgjidhjeje politike. Tani duhet të mendojmë se çfarë do të pasojë të nesërmen dhe kthimin e një horizonti politik për të marrë me këtë konflikt, tha kryediplomatja franceze. Franca po ashtu kërkoi që Izraeli të shpjegojë një sulm ajror ku mbeti vrarë një punonjës i ministrisë së jashtme franceze, së bashku me shumë civilë të tjerë. Ndërkaq Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideroi spitalin e rrethuar Al-Shifa në veri të Gazës si një banjo gjaku. Sipas OBSH-s, spitali kishte nevojë për struktura reanimuese, ndërsa kishin mundur ta furnizonin me medikamente mjekësore, por ka mungesë të ujit të pijshëm dhe ushqimit. OBSH thotë se nuk ka kushte për trajtimin e pacientëve që kanë mbërritur në Al-Shifa dhe as ku të mbahen të smurët me lëndime e trauma, ndërsa nuk ka asnjë menaxhim të dhimbjes. Burimet në Al-Shifa janë kufizuar më tej nga numri i madh i banorëve të Gazës që janë strehuar në spital, thot OBSH. Al-Shifa është kompleksi më i madh mjekësor në Gaza dhe u gjen në vijën e parë të luftës Izrael-Gaza, pasi forcat izraelite këmbëngunin se në tunelet nontoksore ndodhi një nga bazat e Hamasit. Mediat raportojnë gjithashtu se në linjën e mesme ka shkuar për takime intensive shefi Pentagonit Lloyd Austin, i cili ndër të tjera do të ndalojë edhe në Katar. Shtet që ka luajtur rol kyç në negociatat mes Hamasit dhe Izraelit. Një ditë më parë kryeministri izraelit Netanyahu tha se lufta në Gaza do të vazhdojë deri në shkatrimin e Hamasit. Sipas tij, pas luftës Gaza do të shmilitarizohet dhe do të jetë në kontrollin e sigurisë izraelite. Nga nisja e luftës mes Hamasit dhe Izraelit në 7 tetor, deri tani raportohet se në Gaza janë vrarë rreth 19.000 persona, ndërsa 50.000 të tjerë janë plagosur.